Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj ka ftuar qytetarët dhe subjektet politike që të marrin pjesë në protestën që do të mbahet nesër nga ora 11:55. Para bibliotekës Sadik Tavarshiku, në përkraje të ish kryeministrit të Kosovës, aktualisht kryetar i AAK-s Ramush Haradinaj, i cili u arrestua më 4 janar në aeroportin e Bazelit nga policia franceze, mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë, me të cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Kryetari i AAK-s në Ferizaj, Xhavid Zariqi, tha se përmes këtyre veprimeve Serbia po dëshiron të thellojë konfliktet me Kosovën. Ai fajsoi edhe institucionet kosovare për mos pastrimin e listave të krijuara nga Serbia, duke thënë se një gjë e tillë po ndodh për qëllime të caktuara. Listat e krijuara nga Serbia, e të cilat Interpoli akoma po i zbaton me urdhër të Serbisë për ish ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës, komandantët, generalet dhe politikanët aktual, vërtet dëshmojnë edhe një herë që Serbia nuk është duke shku drejt demokratizimit dhe ofrimit ose përmirësimit të marrëdhënieve me Kosovën, po është duke e keqësuar edhe me tutje situatën dhe është ka kërkon thjesht konflikt të ri. Ne kërkojmë që sa më parë normal që të lirohet, po edhe sa më parë që të bëhet pastrimi këtyre listave dhe nuk ka asnjë justifikim nga qeveria e Republikës Kosovës se nuk mund pastrohen listat se ne nuk jemi pjesë e Interpolit. Kryetari i degës së AAK-s në Ferizaj shprehet optimist për lirimin e Haradinajt pas seancës gjyqësore që do të mbahet të enjten në Francë. Ekstradim mund të kërkoj shteti i secilit qytetar për ndonjë vepër penale që mund ta bëjë dhe të largohet nga shteti. Po jo një shtet tjetër, për shtetas të një shteti tjetër kërkoj ekstradim, sepse është diçka që lejohet dhe diçka që s'është realizuar kur dhe s'mund të realizohet, por vetë fakti që po vonohet është çështje që ne na brengos dhe nuk duhet ndodhë kështu. Për ndryshe, sado që mund të vanoj, vendimi 100% do të jetë në favor të zotit Haradinaj dhe ai besojmë që shumë shpejt do të jetë në Kosovë, të familjeve dhe qytetarët ose bashkëqytetarët e tij. Protesta me moton kundër fyerjes dhe padrejtësisë nesër në të njëjtën kohë do të mbahet në të gjitha qendrat rajonale të Kosovës.